Prej disa ditësh, rrjetet sociale dhe mediat online janë pushtuar nga një moment i pazakont mes presidentit francez Emmanuel Macron dhe bashkëshortes së tij, Brigitte. Në një video që është bërë virale, Brigitte duket se godet lehtë në fytyrë presidentin dhe kjo ka ngjallur debat të gjerë. Portali britanik Express ka angazhuar madje edhe një ekspert të leximit të buzëve për të zbuluar nëse bëhet fjalë për një shaka mes çiftit apo diçka më shumë. Ngjarja ndodhi në aeroportin e Hanoit, në një nisje të turneut aziatik të Macron. Në video shihet momenti kur dera e avionit hapet dhe presidenti ende ndodhet brenda saj. Në një çast të papritur, ai duket se merr një goditje të lehtë në fytyrë nga Brigitte. Macron tentoi ta zbusë situatën në një moment për gazetarët. Po ngacmohesha e po bëja shaka me bashkëshorten time, por videoja është kthyer në një lloj katastrofe gjeoplanetare. Në një botë si kjo ku jetojmë, nuk kemi kohë për të humbur me tema të tilla. Për të verifikuar nëse kjo ishte e vërtet një shaka, siç pretendon Macron, portali Express kërkoi ndihmën e një eksperti të leximit të buzëve, i cili analizoi komunikimin mes çiftit në video. Ndërsa dera e avionit hapet, shihet presidenti Macron duke u kthyer nga Brigitte. Në një moment të papritur, ajo shtyn lehtë në fytyrë. Kur kuptohet se dera tashmë është hapur dhe stafi po i shikon, Macron duket në një siklet dhe ngret dorën me një përshëndetje të sforcuar. Bonjour, përshëndetje, tha eksperti për Express. Sipas tij, Macron përpoq të përmirësonte atmosferën duke i zgjatur dorën bashkëshortes së tij, por ajo nuk ja pranoi. Kur arrin në majtë të shkallëve të avionit, situata bëhet edhe më e ftohtë. Ai zgjat dorën, por ajo e injoron dhe mbahet për parmakun. Teksa kalon pranë tij, duket se murmuron: "Dégardez, escapez de l'oseur", që përkthehet largohu humbës i mirë, pretendon eksperti. Macron më pas, sipas leximit të buzëve, i drejtohet me fjalët "essayons, s'il le plaît", që në shqip do të thotë të përpiqemi të lutem. Përgjigjja e Brigitte është e shkurtër, jo. Ndërkohë, presidenti e përfundon bisedën me një shfryrje të përmbajtur dhe fjalët "je veux", që përkthehet "e kuptoj". Ky moment i regjistruar në nisje të turneut të presidentit në Azinë Juglindore u bë shpejt temë diskutimi në Francë dhe më gjerë. Mediat ndërkombëtare nuk vonuan të raportojnë mbi këtë situatë të pazakontë mes çiftit presidencial francez, duke ngritur pyetje mbi natyrën e marrëdhënies së tyre.